Ervin, të përshëndes, cilat janë ato hetime dhe përfundime që ka arritur Prokuroria e Tiranës lidhur me të gjitha veprimet që kanë ndërmarrë ndaj Ervin Muçës dhe për çfarë akuzohet ai? Përshëndes, në fakt pas disa muesh hetimi nga ana e Prokurorisë së Tiranës, tashmë çështja është mbyllur, pra dhe hetimi ka kaluar në gjykat për të gjykuar dhe pikërisht bëhet fjalë për Ervin Muçën në cilësinë e ish-drejtorit të IT-s në Policinë e Shtetit, ku të paktën sipas hetimeve që ka realizuar Prokuroria e Tiranës deri në këto momente, ai dyshohet për sa i përket shpërdorimit të dyrës se ka ndërhyrë në sistemin TIMS ku ndodhen mira të dhëna të qytetarëve shqiptar, por jo vetëm, dhe si duket i kanë nxjerrë nga sistemet e policisë së Shtetit me anë të një hard disk, të paktën këto janë përfundimet e Prokurorisë së Tiranës që ka nisur hetimin, duhet të theksuar, pra që në prill të vitit 2024, pasi u zbulua edhe skandali, mund të themi, ndërhyrjes së Ervin Muçës, drejtorit të IT-s në Policinë e Shtetit, dhe të paktën sipas hetimeve që ka arritur prokuroria dhe nga ajo se çka thot në mbyllje të hetimeve, rezulton se gjitha veprimet e Ervin Muçës në cilësinë e drejtorit të IT-s në Policinë e Shtetit janë kryer në orët e vona të natës, ndërsa brenda ambienteve ku ndodheshin këto server rezulton se ai ka hyrë me një kod të një tjetër punonjëse, pa qenë në prezencën e saj, të paktën sipas hetimeve të prokurorisë, ndërsa ka mundur që brenda këtyre ambienteve ku ndodheshin këto servera të sistemit TIMS të fuste edhe persona të tjerë, të cilët nuk ishin të autorizuar nga ana e policisë dhe as punonjës të Policisë së Shtetit. Pra këto janë disa nga ajo se çfarë ka rezultuar nga ana e Prokurorisë së Tiranës, që tashmë ka çuar në gjykim këtë dosje për sa i përket pra Ervin Muçës, e cila kjo dosje duhet theksuar se është ndarë për shkak të hetimit për sa i përket akuzës së shpërdorimit të detyrës pra për Ervin Muçën, ish drejtorin IT-s në Policinë e Shtetit. Ndërkohë hetimet e tjera kanë zbardhur edhe rolin e tij, pra duke theksuar se nuk ka informuar as për backupin për të cilën pretendonte ai në prokurori kur është marrë në pyetje që të bënte sistemi TIMS, por për këtë nuk ka njoftuar për asnjë moment drejtorin e përgjithshëm të Policisë së Shtetit, por as nuk ka hartuar një plan masash që më pas rezulton që të paktën sipas tij janë ndërmarrë, pavarësisht se ndërhyrjet kanë qenë të paligjshme, thot Prokuroria e Tiranës, për shkak të veprimeve të tij në mënyrë të paligjshme që nga hyrja në sistem, nxjerrja këtyre të dhënave me anë të hard diskut, dhe sigurisht dyshohet se këto të dhëna nga sistemi TIMS mund të jenë përdorur edhe keq përdorur nga ana Ervin Muçës apo personave të tjerë të tretë të palëve që kanë qenë të interesuar. E kuptoj. Faleminderit Ervin për këtë raportim të drejtë për drejtë.